Kthehemi në studio, flasim tani për Big Brother VIP. Unë kam në lidhje drejt për drejt dy të ftuar, po i prezantoj me njerë. Fjala është për Ilir Beqirin, ish banor i programit, që ne ftojmë në trajtën e opinionistit. Ilir, shumë faleminderit që me ne kënaqësi të bisedojmë. Gjaj, faleminderit shumë për ftesën dhe gjithmonë një kënaqësi. Ndërkohë, paralelisht kemi dhe Artion Bakaj në trajtën e opinionistit. Faleminderit shumë, Artion, kënaqësi çdo herë që diskutojmë. Kënaqësi dhe për mua. Unë për njësë bisedën me një video, në fakt, për ta parë dhe analizuar, në rrasë e regjia ka gati, ka patur një debat mes Gertës dhe Rozanës në shtëpi, kështu që ndjekim dhe komentojmë bashkë. Jam njësh për agresive. Forcë, karakteri. Për ka për flokës. Forcë si gotë. Forcë për t'i thënë gjërat si janë. Shi, mikrofoni. E kupton, shkontroj. Forca që goditi Rozana është që të hedhë dhe mikrofonin. Qaj tashi. Qaj prajë. Jo, ruj lotën dhe qaj prajë. Nuk qaj. Ruj lotën dhe qaj prajë. Ti do qash. Po do presës dhe i nesër, të keshen motra. Priti që këti i nesër. Sa ta i numërosh dashnore. Sa ta i numërosh dashnore. Ate mi kapit qika. Priti i nesër. Numëro ato tuti, pastaj tjerve. Ti ja ke duar që pastaj bonus. Numëro tuti erë. E di qatë gjuet? Sa që ra mikrofoni, e pe? Ajo është super agresive. Disi është gati tani... Mirë, Ilir, çfarë të bën përshtypje tonaliteti të dyave dhe afrimiteti fizik, por në kontekstin negativ, ka shkuar në limite? Në thënë të drejtën, unë e kam parë dhe e kam stërpar këtë videon edhe në faqen zyrtare të Big Brotherit. Nuk e pash goditjen, me thënë të drejtën. Unë nuk pash një goditje atje që thot Gerta që Rozana më gjuhet e aq forca më hoqi mikrofonin. Ndoshta ka qenë një fërkim në momentin që kur kanë kaluar e ka kapur dhe e ka tërhequr. Pash atë pjesën e Rozanës që i thot çakej, thot mos mu afro dhe e mban larg. Unë mendoj se në këtë moment të paktën ky debat duke mos qenë Rozana në nominim ose Gerta është në nominim të përhershëm, po në këtë pikë ajo e ka humbur sensin e nominimit. Ky ishte një debat real, domethënë. Më erdhi pak për të ardhur keq sepse më erdhi pak keq sepse gjatë pjesës që Gerta thyeu kutinë e emergjencës, Rozana qau për Gertën dhe kjo ishte diçka për t'u vlerësuar. Dhe nuk prisja që të dyja vajzat pas asaj pjesës empatisë që kishin me njëra tjetrën të degradonin deri në këto nivele, sepse me thënë drejtën ishte shumë e shëmtuar edhe ajo pjesa e përmendjes së dashnorëve dhe gjëra të tjera. Gjithsesi aty tani presioni është në nivelet maksimale, kështu që për mos i rënë shumë i qafë vajzave, hajde deri në një farë pike po mbyllim një sy dhe një veshë dhe po i mirë kuptojmë. Artion? Atëherë dhe unë ndaj njëjti mendim, nuk kam parë në asnjë moment goditje ose një formë dhune nga Rozana si e quan Gerta, por ndoshta një moment të shkap mikrofoni dhe është hequr, gjë që hiqet shumë lehtësisht e një kapse shumë thjesht ka. Mund të ketë qenë dhe këndi i prekjes. Përveç kësaj, pjesa tjetër që mua më bën habi, por që është e vërteta kohët e fundit tani kam humbur dhe këtë pjesën e habis, se çfarë nuk kemi parë dhe çfarë nuk ka ndodhur. Është duke ardhur fundi, armët janë nxehur, të gjithë po luftojnë me ato çfarë kanë ngel në dorë, nuk më bën habi fakti që përmendin të shkuara siç e thot Gerta, kapjen prej flokësh, kjo i përmend të dashurët. Domethënë, deri diku është diçka e shëmtuar, por ne kemi arritur në këtë pikë që çfarë nuk kemi parë dhe çfarë nuk kemi komentuar këtë sezon të Big Brotherit. Pjesa e dieshme që theu kutinë e emergjencës Gerta ishte një pjesë shumë emocionuese, vlerësova tek Rozana faktin që e ndjeu atë anën shpirtërore, pjesën e empatisë që pati ndaj Gertës, por në fundit janë dy lojtare që kanë spikatur këtë Big Brother, Gerta gjithashtu duke qenë çdo javë në nominim dhe Rozana duke patur debatet dhe diskutimet më të forta në Big Brother. Unë i shoh të dyja finalistët, që është e vërteta, pres që të ndodhin këto debate, pres që ndodhin dhe shumë debate tjera, por për mendimin tim fakti dhe ajo çfarë ndodhi dje tregoi që edhe pse lojtare këto janë dy femra me zemër të madhe që din t'i vendosin pauzat dhe stopet aty ku preket ana familjare, siç ishte pjesa e fëmijës. Ndërkohë, Artion, ndjekim dhe një video të njëjtit moment ku gjithashtu kanë qenë, po themi, afër fizikisht dhe e diskutojmë bashkë.
largo. Je shumë afër. Je shumë afër. Largo. Se je afër. Distancën, mbaj distancën. Largo. Po më et bështym në fytyrë. Largo. Atëre. Largo. Po më et bështym. Po më et bështym në fytyrë. Po më et bështym. Do më dalë klip me mua. Po më prek. Do më dalë klip me mua. Po vjen nga mrapa. Po më gjemon. Ti me mua. Po përmend emrin tim gjatë gjithë kohës. Mos e përmend emrin tim. Mos e përmend emrin tim gjatë gjithë kohës. Nuk jetoni dot Parozi Rati në shtëpi. Ti nuk rrin dot në dobër. Kryefjalë të shtëpi. Nuk jetoni dot Parozi Rati. Vjeni dhe ngryseni me emrin dhe mbi emrin tim. Se më keni frikë. Më keni frikë. Nuk ri duke pirë bira, duke luajtur, duke bërë mbledhje dhe duke bërë strategji. Jam e papar. Jam e papar. Jam e papar. Mirë, Tion, gdhjeni dhe ngryseni me emrin tim, thot Rozana, është megalomania apo ndodh vërtet kështu? Jo, kjo ka ndodhur vërtet dhe që është e vërteta, unë kam kuptuar diçka që Rozana nëse thotë që nuk jam mirë dhe rri shtrirë, përgatitet për diçka shumë të madhe. Sot gjithashtu është zgjuar duke bërë një debat shumë të ashpër me Gjestin, por njëkohësisht Rozana ka shumë konkurrent aty që ka bërë debatet forte. Gerta që nga fillimi, me Gjestin gjithashtu, Egli e ka ngrënë në besë për mendimin tim dhe jo Rozana Eglin, por gjithsesi bëhet fjalë për një lojtare që debatet me të janë të zjarta. Do me thënë, mund të bësh debate me një lojtar tjetër dhe shumë bukur mund të anashkalohen dhe shtëpia mund vazhdojnë normalitet. Debatet me Rozanën kanë qenë gjithmonë debate që bëjnë një goditje shumë fort dhe zjarr. Dhe diçka kanë vënë tek Rozana, nuk e di nëse ka kopjuar ditët e fundit nga ndonjëri tjetër, por përballjet që i bën fytyrë me fytyrë, madje edhe me Gjestin dhe me Eglin ka distancë mbante. Do me thënë, një distancë shumë e ulët dhe i shkonte përballë në fytyrë. Dhe madje Gjesti dhe Egli të dy bënin mbas, do me thënë një përballje. Rozana e di shumë mirë dhe shumë e vetëdijshme që këto janë mundimet e fundit dhe sforcët e fundit. Do me thënë, ka vajtur një pikë shumë afër malit, mund ta quajmë një kodre, dhe kjo shtytja e fundit i bën atë Rozanë që të mendoj realisht për fitoren e këtij Big Brotheri. Ilir? Dhe si më duken mua, dua vetëm të shtoj pak atë që tha Artioni, që këto të dyja vajza mendojmë që bëjnë nga debatet më reale aty brenda, sepse ato realisht kanë një mospëlqim për sa i përket njëra tjetrës. Edhe në momentin që i shikoj që debatojnë, më kujtohet ajo fjala e famshme të Ndjerit Kadare që thoshte pushka e shqiptarit është thjesht një zgjatimi i shtyllës së tyre kurizore, dhe këto vajza marrin me tërmend flak me njëra tjetrën. Dhe sidomos tani siç tha Artioni që armët janë jashtëzakonisht shumë të nxehta, çdo debat që këto vajza bëjnë që në këtë pikë të lojës, me aq sa kemi kuptuar ne që dhe ato e kuptojnë ende më mirë, ato vajza të dyja e dinë që e kanë kapur finalen, sipas perceptimit tim. Kështu që të gjitha debatet që bëhen tani janë akoma më reale se ç'mund të kenë qenë më përpara. Prandaj është pak e turpshme me thënë të drejtën, sepse jo për të qenë seksist, po nëse dy meshkuj zihen në mënyra të tilla, pak a shumë hajde dhe mund t'i kuptosh, po janë dy vajza që afrohen kaq afër me njëra tjetër, më duket paksa egzageruar. Po gjithsesi backgroundi i Rozanës e dim që ka pasur pak dhunë, më thonjza, kështu që nga Rozana pritet çdo gjë. Unë mendoj që Gerta bie në vorbullën e Rozanës, sepse Rozana e ka kuptuar shumë bukur, diti hy shumë bukur në lëkurë Gertës, dita kapi dhe ta tërheqi, po në fund të fundit prap pik janë këto të dyja për të dyja vajzat. Unë e shoh në fakt edhe diçka të lutem. Unë e shoh pak Rozanën më lart në këtë pjesë, sepse unë e njoh Gertën dhe Rozanën të dy e njoh dhe përpara këtij Big Brotheri. Gerta, atë çfarë tek ajo e cila varë shpresat është vetëm debati. Gerta do me thënë di vetëm të debatojë, ndërsa Rozana ka dhe ngjyra të tjera që ka shfaqur në këtë Big Brother, por Gerta di vetëm të debatojë. Dhe përsa i përket pjesës kur bëjnë debat dy femra, unë mendoj se këtij Big Brotheri i ka munguar e para debatet mashkull me mashkull që mund të jenë shumë të forta, pati deri kur ishte Xhibani duke njohur karakterin e tij, dhe e dyta i ka munguar një mashkull që shkon një femër nga mbas. Ore, ta çmendja të femrën sepse sepse pëlqen. Jo, nuk ndodh, ka ndodhe kundërta. Na kanë surprizuar, na kanë lënë pa fjalë. Kanë qenë vajzat që kanë sulmuar më shumë në edicion. Paktën dy Big Brotherët e fundit s'ka qenë i predominuar nga vajzat. Pra Ilir kanë të drejtë kur thonë s'ka burra. Jo, nuk kanë të drejtë, jo. Atje brenda se jashtë ka.
Unë në interesat e mia nga që jam dhe i martuar, them, po, ke të drejt deri diku, gjoj, kurse Artioni nuk e di. Ati masë si intereson që thot s'ka furra, se thot me leje mësus jam unë. Një batut për të vazhduar atë që tha Artioni. Po, gjithsesi, Ilir, ja flasim për një rast me që ai përmendi. Çfarë po ndodh me Gjestin dhe Eglin? Njëherë thot se dua, tash i propozoi me shaka për martesë. Çfarë do të përshtypje? Unë mendoj se këto janë të gjitha lojra që bën Gjesti me Eglin, ndoshta për ta provokuar pak temperamentin e saj, ndoshta edhe për ta nxjerr pak nga vetja. Nëse është kështu, unë mendoj se deri diku Gjesti po gabon pak, sepse ai e di shumë bukur reagimet e shpërtimet e Eglit, kështu që ato janë dhe në dëm të shëndetit të saj mendor, nëse ai po përpiqet të bëjë këtë gjë dhe loja vazhdon deri aty ku ti nuk përpiqesh të dëmtosh tjetrin fizikisht ose psikologjikisht. Me thënë të drejtën, nuk më duket sikur po jam unë që po e them këtë, po të faktën këtë javën e fundit Gjesti me Eglin më kanë pëlqyer në lojën e tyre, në debatet e tyre dhe nëse do kishin qenë kështu debatet ose loja e tyre do kishte qenë kështu që nga fillimi, atëherë do kishte qenë shumë herë më e bukur. Ndoshta nuk do na kishte dhënë këto emocione, këto surpriza që ka patur, por gjithsesi për sa i përket imazhit televiziv, janë të paktën këto javën e fundit kanë zhvilluar disa debate me relativisht qytetare, jo me të vërtet qytetare, por relativisht qytetare. Po gjithsesi, edhe Egli nuk e di pse ndoshta perceptimi im këtë javë e kam parë paksa më të fortë, sepse sikur rrëshqiti Egli javën e dytë pasi hyri, kjo është ose shpreh pjesa e tretë e hyrjes, më është dukur pak me më shumë vetbesim, ndoshta nga që po bën këtë lojën me Danjën dhe gjatë kohës që ajo është me Danjën kanë dhe shumë momente gazmore, momente të lumtura dhe ato momente gazmore aty normalisht që t'i japin fuqi dhe të përgatisin pak më shumë për debatin e radhës. Po gjithsesi, mendoj, më shikoni? Po. Jemi okay. Mendoj që po bëj një lojë jashtëzakonisht të bukur që të dy dhe Gjestin e vlerësoj për atë pjesë që po bën këto ditë. Ndërkohë, Artion? Atëherë, unë mendoj që Egli ka hyrë e para me një inat dhe një formë hakmarrje që do të bëjë ndaj Gjestit, shumë të akumuluar pikë së pari, e dyta duke ardhur shumë e ftohtë me të për mendimin tim, momenti që solli këtë shkrirje dhe këtë uljen e nervave dhe të këtyre gjërave që Egli kishte parë jashtë, ishte momenti i darkës. Por momenti i darkës ishte shumë domethënës dhe shumë përfitues për Gjestin, duke marrë parasysh, sepse unë e kam ndjekur diskutimin që ata kanë bërë, ku Egli cekte gjithmonë faktin që unë dola për shkakun tënd dhe isha keq për shkakun tënd. Gjesti për mendimin tim kërkimin e faljes që ka bërë sa për sy e falje, jo se ndjente ndonjë farë detyrimi, sepse të qëndrojmë realist, gjithmonë ka qenë ai që ka thënë Egli që nuk kam ndjenja ndaj teje. Prandaj, rasti i propozimit ishte një shaka dhe një formë blerje për Eglin për të parë se si do reagonte kjo vajzë ndaj një gacmuesi që ishte akoma më shumë se ato që kanë pas më përpara, se më përpara nuk e kishin diskutuar momentin e propozimit për martesë, sepse aty ekziston dhe një kuti e unazës për të marrë një unaz, dhe kjo është një formë blerje mendoj unë. Fakti që ai dëshiron sërish ta sjellë Eglin në lojën e tij, sepse tani që është e vërteta, Gjesti pa Eglin, është si Egli pa Gjestin, dy pa kuptim, pa njëri tjetrin, sepse Big Brotherin e ndërtuan të dy së bashku. Unë nuk mendoj se njëri nga këta ka ndërtuar Big Brotherin në kurriz të tjetrit. Askush, unë mendoj se kanë qenë dy lojtarë shumë të fortë, edhe pse për mendimin tim Egli do ishte shumë herë më e fortë në qoftë se nuk do luante kartën e dashurisë dhe të bënte atë çfarë bëri me Gjestin. Ilir, je dakord për pjesën e qasjes agresive të Eglit, parë sigur kishte një lloj reagimi? Po, ne kemi diskutuar edhe bashkë ratën e kaluar në studion tënde, kam thënë që në qoftë se Egli do hyj agresive, po unë kam trajtuar në mënyra të zbutura në kuptimin agresive, doja të thonë që të hynte për ta goditur Gjestin, ajo të paktën minimumi do i siguroj finalen vetes edhe ndoshta dhe e fiton në qoftë se lojën e bën të bukur, sepse bashkë kam thënë unë që e vetmja lojtare që mund ta rrënojë Gjestin aty brenda është Egli, por gjithsesi mendoj se Egli është mbivlerësuar pak midis saj edhe saj, domethënë,
ka kujtuar sikur mund të hynte për të bërë gjëmën, por nuk i ka llogaritur mirë ato fuqitë e veta ose të paktën periudhën e rekuperimit që e quante ajo. Është e vërtetë që Egli ka hyrë me një mlef, me një revenge të fuqishëm aty brenda, që deri diku unë mendoj se po e luan bukur, po e aktron bukur, sepse të gjithë kur e shikojmë Eglin, ne në këtë moment të lojës e shikojmë se çfarë ka brenda ajo vajzë dhe jo çfarë transmeton për jashtë. Dhe ajo vajzë nga brenda është një vulkan që do të shpërthejë, po ajo elokuenca që e karakterizon e bën atë që të thotë gjëra të tjera që i përqasen më shumë ose i përqasen sa më afër asaj çka realisht ajo do të thotë. Gjithsesi jam akoma kurioz për të parë se si do vazhdojnë zhvillimet e këtyre dy personave. Ndërkohë, Artion, sa i takon Prime-it nesër, Ledioni ka thënë që do të jap dhe datën e finales. Kur mund të jetë në gjykimin tënd dhe e ke qartë ti panoramën e finalistëve në optikën tënde, sigurisht? Unë do më lesh vetëm të them një fjali për sa i përket Eglit si një vajzë që mund të fitoj Big Brotherin. Për mendimin tim, Egli nuk është psikologjikisht e përgatitur për të fituar Big Brotherin, sepse dhe përpara daljes gjithmonë i thoshte Gjestit që për mendimin tim Big Brotherin e fiton ti dhe unë do të ndihmoj, jam krau jot që ta fitosh ti. Që në këtë moment një njeri që në psikologjinë e tij nuk është i gatshëm për ta fituar Big Brotherin, s'ka kur për ta fituar. Pikë së dyti, fakti që doli jashtë dhe pa çfarë kishte ndodhur, u rëndua më shumë psikologjikisht dhe bën atë vajzë jo fituese të Big Brotherit. Për mendimin tim finalja është në datë, ta them unë këtë, mendimin tim saktë, në datë 19 prill mendoj unë, e kam kështu si datë 19 prill dhe panorama e finalistëve sipas meje është Laert, Rozana, Gerta. Mund ta vendosë edhe Gjesi, normalisht se ka sjell dinamika, publiku e do, por shikoj një katërshe, nuk e di pse nuk dua pse fundit nuk e sheh si favorit? Si favorit për ta fituar, jo. Në finale, po, mund të jetë, sepse normalisht ka dhuruar disa ngjyra shumë të bukura. Nëse do ishte me 5 finalistë, me sforca të madhe, mund të isha për Loredanën, duke vlerësuar faktin se ka qenë një lidhje me Jozin, humbi shumë nga ajo lidhje, doli Jozin, ndryshoi 100% dinamikën e lojës, erdhi me humor, erdhi më çelur, erdhi më pozitive dhe me rikthimin me Jozin prap u kthye në atë Loredanën që për mendimin tim një lojtar që shfaq ngjyra dhe element të ndryshëm është një lojtar i fortë Big Brother, realisht, që ditë të përshtatet dhe të jetë ekuilibër në lojë. Ilir? Je dakord deri diku me atë që tha Artioni. Shiko, një lojtar që shfaq ngjyra të ndryshme në një lojë normalisht që është një lojtar më i fortë, po do para një çik, si themi ne, sipas vendit do bërë dhe ku vendi. Ky Big Brother nuk është se na ka dhënë shumë varietet, na ka dhënë vetëm një gjë, klishe, zënka debate, mëngjes drek dark, Kështu që ato janë përpjekur të japin momente të ndryshme, po dhe ne që jemi spektator, ndoshta dhe pak analist, me thënë të drejtën, nuk është se na kanë bërë ndonjë përshtypje të madhe, ose shikoj çfarë na ndodh neve, se e vura re që parë, duke kontrolluar videot, shikoj edhe titullin poshtë, Danja këndon me Eglin, skip direkt, sepse doja, domethënë ky Big Brother neve na ka mësuar që të vemi direkt atje tek debati, te zënka, të shikojmë se çfarë është zhvilluar dhe kush është zhvilluar, sepse ky Big Brother ka qenë ekstremisht dinamik, domethënë ishin relatat bëheshin dhe prisheshin në intervale orësh, jo në intervale ditësh, kështu që nuk bie dakord shumë me pjesën që thot Artioni që të japësh ngjyra të ndryshme, sidomos në këtë Big Brother të bën domosdoshmërisht edhe lojtar më të fortë. Është për të vlerësuar, por nuk mendoj se është një indeks ose një pikë ekstra për ta çuar në finale. Mua Loredana më pëlqen, por nuk mendoj se Loredana do ishte personi oportun për të vajtur në finale, sepse mendoj që nuk e di. Kush është lista jote, në thonjza? Lista ime është Rozana, Gerta, Gjesti, Laerti edhe Egli. Prandaj tek Egli dhe tek Loredana. Jo, unë duhet të thoja këtë që unë mund t'i analizoj një për një të gjithë lojtarët që ngelen pse nuk duhet të jenë finalist. Por Iliri ka një këndvështrim tjetër. Ja, pa problem, se po të mendonit njësoj, ju ftoja ndryshme. Jo, ka gjithë keqe, doja të thoja këtë që e shikon Eglin me një këndvështrim tjetër dhe ndoshta pak më pozitiv.
ne nuk gjykojmë të gjithë një lloj normalisht, ndryshe s'do kishte kuptim, por se di, për mendimin tim Egli gaboi që zgjodhi dashurinë, pikë së pari, zgjodhi dashurinë. S'është ai tjetri e donte, po që zgjodhi kjo kartën e dashurisë dhe gjithmonë e ka pasur këtë që do bëj dasëm Big Brother dhe donte burrin që ishte muzikant. Dhe e dyta është sepse me hyrjen e dytë humbi shumë, mendoj. Ndryshuan prioritetet. Ndërsa me Ilirin jam gjithmonë dakord se më pëlqejnë shumë mendimet e tij, por në këtë rast ndajemi në këtë rrugë. Unë me Loredanën, Iliri me Eglit. Okej. Mirë, ndërkohë kemi 3 nominuar dhe se i takon, po themi vështirësisë, është gjithmonë më e vështirë të mbjetosh një nominimi. Kemi Gertën, Aldon dhe Jozin. Ilir, kush del nesër? Shiko, unë bëra një sondazh në Instagramin tim dhe u çudita sepse të paktën njerëzit, ndjekësit e mi kishin zgjedhur Jozin që do dilte, u çudita pak me thënë të drejtën. Nuk doja të influencohesha nga kjo zgjedhje, pavarësisht se sovrani gjithmonë vendos. Në fundit është edhe një produksion që do i lëvizit të gjitha gurët aty brenda që show të bëhet sa më i bukur, nuk po them, më mirë kuptoni, nuk po them do manipuloj. Është produksioni që vendos që show të jetë sa më i bukur, sa më i shikueshëm. Unë mendoj që i ka ardhur momenti i Aldos, nuk dua dhe t'i kthehem kundra ndjekësve të mi se do më ikin edhe nuk e di çfarë do bëj pasta. Po gjithsesi mendoj se erdhi momenti i Aldos. Aldua nuk ka më gjë për të treguar aty brenda, është e vërtetë ajo që u diskutua Prime-in e kaluar që Aldua ka qenë një parazit në thonjza që i është bashkangjitur femrave aty brenda, sepse Aldua e ka kërkuar dashurinë aty brenda me ngulm, po o nuk ka gjetur personin e dur, ose nuk i ka pasur fuqinë edhe kurajën maksimale për t'i çuar gjërat deri në fund në atë mënyrë, ka dashur të luajë atë pjesën tërhiqe mos e kput. Por unë mendoj, jam i mendimit që del Aldua dhe nuk rikthehet, se më duket se ka dhe një bilet kthimi Aldua, më duket, nuk e di me siguri. Por okay. Po gjithsesi nuk kthehet më, është e kohë që Aldua të vazhdojë aty brenda. Artion? Unë në fakt nuk jam dakord me Ilirin që thotë që Aldo nuk ka çfarë dhuroj më, sepse për mendimin tim Aldo ka një muaj e gjysmë që nuk ka më çfarë dhuron dhe nuk ka dhuruar asgjë këto një muaj e gjysmë. Por diferenca që, domethënë, në atë analizën time, diferenca ndërmjet Aldot dhe Jozit është aq një fije aq e hollë sa shumë e bukur ta shohësh, sepse Jozi është thjesht një Aldo me fat. Domethënë i kanë jetë tot dashurisht. Është një Aldo Pro Max ose avantgard, si mund ta quaj, niveli avancuar që i kanë dalë të suksesshme me Loredanën. Gabimi i Aldos është që nuk mund ta shofësh çdo femër për të krijuar një lidhje aty. Aty ka vajza që nuk duan të krijojnë një lidhje. Janë të futur për të bërë një Big Brother. Mund të jetë afat shkurtër, mund të jetë afat gjatë, është kosto e saj personale, por që të bazohesh vetëm në lidhjet e dashurisë dhe në krijimin e këtyre relatave, nuk mendoj se është diçka afatgjate. Fakti që i mori shumë kohë Aldos dhe që gaboi është që doli në mbrojtje të Egli në disa debate me Gjesin ku dhe vetë Egli i doli kundër. Domethënë, kërkimi i përfshirjes aty ku nuk ka vend, për mendimin tim të nxjerr fuori gjoko thuhet në italisht ose jashtë loje në shqip. Dhe kjo mendoj se penalizon dhe nxjerr Aldon nesër. Dhe tjetë madje shumë i kënaqur sepse ka bërë me një rrugtim kaq të gjatë me 2 paterica që mund t'i nxjerrim dhe në ankant, si patericat më të shtrenjta që ndihmuan shumë. Okej, ke një koment fundit Ilir? Jo, diçka më çudit me Aldon sepse në këtë botë ekzistojnë 2 lloje meshkuj. Janë meshkuj që zgjedhin të kalojnë shumë kohë para pasqyrës dhe janë meshkuj që zgjedhin të kalojnë shumë kohë mbi libra. Aldua fatmirësisht i ka që të dyja, ka dhe sharmin, ka dhe zgjuarsin dhe prap aty brenda është përpjekur me një mënyrë maniakale për të treguar pjesën e flirtuesit e Don Juanit, kur kishte një intelekt që mund t'i bënte shumë njerëz akoma më për vetë aty. Por kjo është një gabim. Dëshironte të tregonte atë që nuk kishte, mendoj unë, vetëm atë që nuk kishte. I vetmi njeri me bagazh që nuk ka përdorur bagazhin. Ka ardhur vetëm me gjysmën e makinës, me 40 dilet e para. Ishte kënaqësi nëse mbaron. Shumë faleminderit Artion, Ilir, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Mirupafshim. Faleminderit, gjithë të mirat. Mirë miq, faleminderit dhe ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund programit, bashkë takohemi ditën e hënë si gjithnjë në orën 13.